Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak marrëdhënien e Mirit edhe Selinës, një marrëdhënie që në fakt ka ndarë publikun në pikpyetje. A është një marrëdhënie dashurie apo janë ndjenja për lojë? Sot në fan club ishte miku i Mirit, Landi, i grupit West Side Family, respektet veçanta për Landin, ku dha deklaratat, dha qëndrimet, dha bindjet e tij për raportin e Mirit edhe Selinës. Normalisht aty u përfshi edhe bashkëshortja e Mirit. Tani ne në mentalitetin dhe në kulturën tonë nuk jemi mësuar që një bashkëshortë, një grua, ta quaj më se normale dhe ta quaj gjithçka okej, një raport i cili në fakt po ndërtohet brenda kësaj shtëpie. Tani, Landi thonte që Miri këtë gjën e bën për lojë, e bën për klikime, e bën për vëmendje, e bën që të jetë protagonist, e bën që të del në prime, domethënë krevati, dhoma e gjumit, afrimiteti, ato të dy nxjerr në prime. Jam dakord për këtë pjesë, domethënë që e bën për klikime. Në anën tjetër po shikoja sot Selinën, nuk është se pati ndonjë ndryshim nga nata e mbrëmshme, nga mënyra se si u perceptuan gjërat, se si u folën situatat dhe se si situatat mbritën tek publiku. Përkundrazi, Selin vazhdon përsëri rrugtimin e saj, përqafuar me Mirin, e lumtur në rrugtimin me Mirin dhe duke i dhënë vëmendjen Mirit dhe e shoh Mirin në fakt më të realizuar, sepse mbrëm kishte si një lloj frike që nuk e di në qoftë se marrëdhënia do të vazhdon, nuk do të vazhdon, në qoftë se gjërat do të shkojnë, nuk do të shkojnë, por realisht domethënë erdhën gjëra që Mirit po i vazhdojnë siç duhet brenda në shtëpi. U tha nga Landi që bashkëshortja e Mirit dëshiron që të dërgojë një letër brenda asaj shtëpie, një letër në çkornizë. Familja e Mirit nuk ka reaguar në asnjë mënyrë, domethënë nuk ka folur fare, edhe pse Miri u akuzua publikisht nga babai i Selinës. Selina nuk ndryshon, domethënë pa marrë parasysh a t'i flasin prindërit, a nuk i flasin, Selina ka bindjen e saj, ta çojë lojën deri në fund, ashtu siç mendon ajo se s'bën. Ndërsa nga ana tjetër kemi edhe gruan e Mirit e cila dëshiron që t'i shkruan Mirit një letër. Tani, unë mendoj dhe jap mendimin tim, në qoftë se në këtë martesë do të ekzistonte kjo dashuria e çmendur, nuk do të kishin ndodhur këto gjërat brenda, sepse kemi shumë banorë të tjerë që kanë familje dhe nuk bëjnë veprime të këtilla. Tani, unë nuk dua të them që Miri bën gjithçka për çmim, sepse Miri ka një anë të tij shumë pozitive, por ndoshta Miri është aq i ndikuar brenda në lojë, saqë nuk di ta njeh situatën, nuk di ta njeh lojën dhe nxjerr në një anën e tij që ne realisht nuk jemi mësuar që ta shohim. Çfarë mendoni se do të shkruhet brenda kësaj letre nga gruaja e Mirit, duke u bazuar që reagimi i saj ka qenë një reagim shumë normal edhe shumë modest?